Legjendat e futbollit që lëshuan veten të lirë. Ronaldo Nazario, fituesi i topit të ardh dhe ylli i Brazilit, padyshime lëshoi veten duke arritur në 118 kg në peshë. Royston Drenthe, nga të luajtur në klubet më të mira evropiane me legjenda, shkoi në larjen e enëve të pistat të dhomës. Përpjekja e Karim Benzemas për të shantazhuar shokun e tij të ekipit për një video seksuale rezultoi në një vit burg. E di që ndoshta i them shpesh, por s'ka si ta them mjaftueshëm. Faleminderit që jeni këtu. Çdo koment, çdo fjalë, çdo shikim ka qenë arsye pse vazhdoj ta bëj këtë që bëj. Nuk është gjithmonë e lehtë, ndonjëherë lodhem, ndonjëherë mendoj ai ja vlen, por pastaj në komente shoh emrat tuaj dhe më kujtohet pse fillova. Dhe sot dua të kërkoj diçka që për mua ka shumë rëndësi. Nëse doni të më mbështesni më shumë dhe të bëheni pjesë e këtij udhëtimi në një mënyrë më të afërt, ju ftoj të bëheni antar të kanalit. Jo për luks, jo për numra, por sepse çdo antarësi më ndihmon të vazhdoj të krijoj, të rritem dhe të ndajem më shumë me ju. Si member, do të jeni më pranë meje, do të merrni përmbajtje që se ndaj askund tjetër dhe mbi të gjitha, do të jeni pjesë e kësaj zemre që po ndërtojmë bashkë. Mjafton të klikoni join, bëhu antar poshtë videos, dhe nëse e bëni, dua ta dini, unë do ta vlerësoj me gjithë shpirt. Faleminderit që më jepni forcë çdo ditë, ju dua sinqerisht. Pra, Karim Benzema. Le të futemi në rënien e ish sulmuesit të Realit të Madridit. Ky djalë lëshoi veten aq shumë sa që i dha dënimin me burg. Duket si çdo ditë tjetër në qendrën stërvitore të ekipit kombëtar francez në vitin 2015. Benzema dhe shoku i tij, Mathieu Valbuena, po luanin duke u argëtuar. Gjithçka ishte mirë, derisa Valbuena filloi të merrte mesazhe të çuditshme nga një numër anonim, që kërcënonin se do të postonin një video të ndyrë të tij nëse nuk transferonte disa para. Valbuena u panikua dhe kontaktoi policin, e cila menjëherë filloi një hetim. Ai tha gjithashtu shokut të tij Benzema, duke kërkuar mbështetje. Në vend të kësaj, Karim e nxiti atë të paguante shantazhuesin, gjë që policia e gjeti të dyshimt. Ata i përgjuan telefonin dhe pak më vonë, sulmuesi i Realit të Madridit, Karim Benzema, u shpall fajtor për bashkëpunim në tentativën e shantazhit të shokut të ekipit të Francës, Mathieu Valbuena, për një video seksi. Ai u dënua me një vit burgim me kusht nga gjykatë. Nuk e kuptoi pse Benzema e la veten të shkonte kështu. Ky djalë ka fituar miliona që kur ishte 18 vjeç. Pse ta rrezikosh të gjithë trashëgimin tënde për disa qindarka? Ai mendoi se mund t'ia dilte mban, por në vend të kësaj u pezullua nga kombëtarja franceze dhe mori një gjobë prej 75.000 eurosh. Ky është një kusur tani që ai fiton 1 milion euro në vit në Arabinë Saudite. Ky lojtar duhet të largohej nga Holanda për të shmangur burgun. Quincy Promes, në vend që të ndiqte një karrierë premtuese, e shkatërroi gjithçka dhe tani është një njeri i kërkuar në hetimet ndërkombëtare, kontrabandë substancash të palishme dhe madje edhe tentativë vrasjeje. Tani që fshihet në Moskë për të shmangur dënimin e tij, ironikisht, kjo nuk ishte habitshme për askënd që e njihte Promes, që në moshë të re, ai shihej si një fëmijë problematik. Në moshën 10 vjeç, ai filloi të mos shkonte në shkollë dhe në moshën 16 vjeç u përjashtua nga Akademia Rinore e Ajaxit për sjellje të keqe. Pavarësisht aftësive të tij, ai u dërgua në Go Ahead Eagles për të luajtur disa minuta. Atje ai takoi Erik ten Hag, trajnerin aktual të Manchester United. Të dy shkuan në shumë mirë me njëri tjetrin dhe Promes i kishte tejkaluar gjitha pritjet, duke fituar Novkën Pro Messi. Në vitin 2013, ai u transferua tek Spartaku i Moskës për një pagë më të mirë, duke refuzuar ofertat nga Sevilla dhe Juventusi, duke marrë një Novkë tjetër, ujku i parave, i cili, siç do ta zbuloni më vonë, është mjaft i saktë. Quincy bëri atë që bënte më mirë në Rusi, shënoi gola. Tani duke fituar parat për të cilat ndëronte, ai filloi të mburej me ora të mbuluara me akull dhe supermakina. Ai fitoi më shumë para se kur dhe siguroi titullin e parë të ligës për Spartakun në 16 vjet. Megjithatë, pasi dështoi të kualifikohej në Ligën e Kampionëve në vitin 2018, Promes vendosi se kishte ardhur koha të largohej dhe nënshkroi një kontratë të re me Sevillën. Transferimi i Dolit ishte një dështim kolosal. Ai shënoi vetëm 2 herë në 33 paraqitje dhe u largua pasi sezoni për të ribashkuar me trajnerin e tij të vjetër të Ajax.
ku paga e tij ishte dukshëm e ulët. Menjëherë pas mbërritjes në Amsterdam, gjërat shkuan keq. Një incident në qershor 2020 çoi në arrestimin e tij, dhe megjithse u lirua pas disa ditësh, kjo ndikoi shumë në karrierën e tij. Në shkurt 2021, ai rezervoi një bilet të vajtje për në Moskë dhe nënshkroi përsëri me Spartak, por arsyeja e ratisjes së tij u bë shpejt e qartë. Përveç goditjes me thik të kushuririt të tij, ai dyshohej se i importonte 1300 kg të një substance të palishme me një vlerë tregu prej 75 milion eurosh. Policia holandeze donte ta nxirrte atë në gjyq, por pa pasur një kontratë ekstradimi midis Rusisë dhe Holandës, Proms po përpiqet të marrë një pasaportë ruse për të shmangur përballjen me burg. Një futbollist mund ta shkatërrojë lehtësisht karrierën e tij, por po flasim për Ryan Giggs. Dhe ajo që i bëri vllait të tij ka mbetur në kujtesë si një nga tradhtitë më të mëdha në histori. Ai dhe vllai i tij i vogël, Rodri, ishin miq më të mirë, duke përjetuar së bashku suksesin e Ryanit, 13 tituj të Premier League-s, Ligën e Kampionëve 2008, ata ishin si familja e përsosur. Ryan kishte 2 fëmijë me gruan e tij Stacy dhe Rodri ishte martuar lumturisht me Natashën. Por thellë, Ryan dhe Natasha kishin një sekreterët që u zbuluan në vitin 2011. Ryan Giggs është i njohur në gjithë botën për 2 gjëra: aftësitë e tij si futbollist dhe pamundësinë e tij për të qëndruar besnik partneres. Ai zyrtarisht e shkatërroi reputacionin e tij dhe humbi respektin nga gjithë bota. Gruaja e Ryan, Stacy, nuk mundi të qëndronte më pranë tij dhe u divorcua prej tij në vitin 2017. Vëllezërit Giggs nuk kanë folur për vite me radhë dhe Ryan nuk ka kërkuar kur falje. Urrejtja midis vëllezërve, të cilët dikur e donin shumë njëri tjetrin, nuk është dukur kur. Jo të gjithë ata që veshën fanellën e bardhë për Madridin lulëzuan, sepse Royston Drenthe, i cili dikur luante për krah Ronaldos, shkonte të lante në pista. Vetëm 19 vjeç. Royston bëri gjëra që pak lojtarë mund t'i bënin dhe i vetëm siguroi Kupën Evropiane për Holandën në 21 vjeç. Aftësitë e tij tronditën klubet më të mëdha në botë. Barcelona dhe Chelsea vazhduan të telefononin, edhe pse familja e Royston tha se nuk ishte gati për një veprim të tillë. Ai nënshkroi për Realin e Madridit gjithsesi. Royston luajti me Cristiano Ronaldo, Benzema, Ramosin, Van Nistelrooyn dhe shumë legjenda të tjera. Ai bleu shtëpinë e ëndrave të tij, një Audi Q7, një Porsche Cayenne dhe një Ferrari. Ai fitonte 1.6 milion në vit dhe merrte një bonus në shkrimi prej 500.000 eurosh. Si një fëmijë që u rit në rrugë, kaq shumë para dukeshin të pabesueshme. Por kjo ëndër zgjati vetëm pak. U bë qartë se ai bëri një gabim të madh. 2 javë më vonë, ai tashmë po pinte dhe po ngiste makinën, goditi një makinë policie, por disia do limban për shkak të statusit yll që kishin lojtarët e Madridit. Ai luajti 2 ndeshjet e para atë sezon, por qëndroi gjithnjë e më shumë në stol, ndërsa sezoni përparonte. Ai luajti vetëm 18 ndeshje në ligë dhe shënoi 2 herë atë sezon. Tifozët e Madridit nuk ishin të lumtur dhe u kthyen kundër tij. Ai zhvilloi një frikë nga dështimi që filloi të ndikonte edhe më shumë në performancën e tij. Presioni ishte shumë i lartë, kështu që ai filloi të kërkonte shpërqendrime për të përballur. Ai u azua te Evertoni, por zgjodhi parat mbi futbollin. Ai vazhdoi karrierën e tij në Rusi, Turqi dhe Abu Dhabi. Me të gjitha ato para, Royston dyfishoi zakonet e tij të këqija, alkooli, gratë, bixhozi dhe jahtet u bën një rutinë javore. Kur përjashtua nga të gjitha klubet e tij që paguanin mirë, të gjithë miqtë e tij u zhdukën. Pasi shpenzoi shumën e parave të tij dhe gjërat u shëmtuan, Royston filloi të luante për Murcian në Ligën e 3 spanjolle. Ra plotësisht jashtë forme, u akuzua për pastrim parash dhe varësia e tij nga bixhozi u përkeqësua edhe më shumë se ç'ishte tashmë. Në vitin 2020, ai u shpalli falimentuar. Djali që dikur shihej si lojtari i madh i radhës i Madridit, i shpërdoroi të gjitha paratë e tij dhe që atëherë ka punuar nën kujdesin shëndetësor. Ronaldo Nazario kaloi nga kjo pamje në këtë, si arritja e tij të kalonte nga sulmuesi më i mirë në botë në më të rëndë se Royston. Ronaldo nisi karrierën e tij profesionale duke u dukur krejtësisht ndryshe dhe shënoi 33 gola në 30 ndeshje gjatë sezonit të parë në Holandë. Pas kësaj, ai u konsiderua sulmuesi më i talentuar në botë
dhe u transferua te Barcelona në vitin 1996, ku shënoi golin e vetëm në finalen e Ligës së Kampioneve dhe fitoi topin e artë. Gjërat po dukeshin mirë për të, por suksesi i tij shpejt i aprishi mendjen. Ai filloi të mos bënte stërvitje dhe shpesh shihej duke pirë. Dolën thashë theme se ai ishte i varur nga kumari dhe sa herë që organizonte një fest, autobus plot me zonja vinin. Kështu që askush nuk u habit kur trupi i tij filloi të braktiste. Ai pësoi një dëmtim pas tjetrit dhe u largua nga fushat evropiane në vitin 2009. Ai nuk mund ta kontrollonte më peshën e tij dhe u tërhoq vetëm 2 vjet më vonë. Gjërat u përkeqësuan aq shumë sa ai përfundimisht u regjistrua për një shfaqje braziliane për humbje peshe në vitin 2013 dhe rezultatet janë padyshim fenomenale. Por me kalimin e viteve, ai ngadalë rifitoi peshën për shkak të një gjendje shëndetësore që mund të rezultojë një shtim në peshë. Absurde. I shikon këta kampion dhe as nuk e imagjinon që disa mund të bien kaq poshtë. Suksesi të ndryshon është i pashmangshëm. Megjithatë, disa tifozë mund të çmenden plotësisht, duke vënë flakën stadiumeve, duke bërë tatuazhe fanellash të tëra ose duke vrarë heronjtë e tyre. Këta janë 15 tifozët që kaluan vijën, dhe nëse doni të dini më shumë, duhet të klikoni këtu. Ej, çfarë po prisni? Video ka mbaruar, vlla. Duhet të klikoni këtu për të mësuar më shumë. Pra, çfarë po prisni? Klikoni këtu.